Problemi është, a u ndalua hemoragjia e eksodit Gjirokastër dhe a u ndalua hemoragjia e eksodit në Lezhë? Shifrat nga 2015 në raport me 2026 për një dekadë nuk na tregojnë të. Kemi pas të kurrje të popullsisë, madje të kurrja ka qenë drastike, veçanërisht në qarkun e Lezhës, ku zona si Mirdita, po për fat keq dhe Kurbini, që ka pas në veri të vendit ka qenë i vetmi rreth që ka pasi specifik bashkë me Lezhën, që tërhiqte, pra kishte prurje, pra nëse Mati, Dibra, gjitha kishin largim, Kurbini ishte një rreth që tërhiqte. Dekadën e fundit është një rreth që ka psuar të kurrje edhe Kurbini, por për fat keq e njëjta gjë ka ndodhur edhe në jug vendit. Dhe çfarë tregon kjo? Kjo tregon që ajo reforma nuk ishte edhe aq pozitive sa u proklamua apo sa u premtua. Pse? Se nuk ndali eksodin. Atë që më shumë investime në ato zona, unë gjykoj që jo. Mirë, me reformën u tentua të bëhej një realitet tjetër dështoj dhe kjo ka çuar tek asaj që ka qenë asaj reforme ishte për faktin që për fajt opozitës u bën një reformë e njëanshme. Dhe normalisht interesat e qytetarit u kalkuluan spari me ato interesa politik. Po duke mbet të Lezhë edhe të Gjirokastra. Më bëri shumë përshtypje diçka, më bëri përshtypje kërkesa banorëve të Memalije, të cilët këmbgulin që të mos shkrihet si popullsi, pasi për shkak të numrit të popullsisë rrezikon që mos shkrihet si bashki. As shkrije bashkisë, ka bashkim në rastin më të mirë. Se kjo shkrije është bashkimi pra termi konotacion negativ. E çfarë deri shkrije popullsie po. Jo, po flasim për shkrirje. Amalgamim është saktë. Tani ti e shikon si bashkim, unë e shikoj si shkrirje. Pra është një bashki që ka atë simbolikën e vet, është një qytet minator, është unë vetë jam djalë minatori dhe kam një tjetër sensibilitet kur vjen puna tek administrative dhe të komunave që kanë. Nëse flasim për bashkim, de facto do kemi shkrirje. Nëse ne flasim për bashkinë e Hasit, po ta përmend ty unë. Si do jetë bashkia e Hasit? Do bashkohet me Kuksin apo me Tropojën? Çfarë është? Shkrirje pra. Kemi shkrirje në një institucioni të rëndësishëm. Një bashkim me tradit. Kjo është puna. Më bëri shumë përshtypje kërkesa këtyre banorëve. Bashkim me tradit. Edhe Bashkia Hasit. Bashkia Hasit me tradit. Po, fakti që Hasi është krijuar si bashki, si rreth vete në 90-të, nuk do thotë që nuk ka qenë qendra parë administrative e Kuksit. Kruma. Dhe Hasi, nëse nuk e kes informacion, pjesën më të madhe, i sekond, po jo pra jo, është etnitet në vetë, ta shpjegoj unë shumë Elkeri shkon më herët, edhe unë shkoj dhe më herët, pra nëse ti mendon se di diçka në 90-ën, unë po të shkoj dhe më herët.